Në fillim të muajit shtator të vitit të kaluar u shpalos publikisht lajmi për realizimin e projektit për rehabilitimin e kanalit të Siavit, një prej kanaleve kryesore kulluese. Sipas informacioneve, punimet do të nisnin shumë shpejt, madje edhe në zonin si lajmërimi mbi 60 familjeve, të cilat prekeshin nga ky projekt. Synoi të realizojë rehabilitimi i kanalit të Siavit në të gjithë gjatësinë e tij në një projekt që prekte lagjet Hajro Çakëri, Pavarësia, 10 Korriku, por dhe shëtitoren Lungomare. Pas rehabilitimit, synoi që kanali Siavit të transformohej në të njëjtin model si Lu Milana në Tiranë, ndërkohë megjithëse kanë kaluar më tepër se 5 muaj, në teren nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve. Ishte parashikuar që të rehabilitohej në total, por projekti për rehabilitimin e kanalit të Siavit, një kanal i cili është ndër kryesorët kulluese në Vlorë, vijon që të mbetet pezull. Pas shpinës time mund të shihni edhe gjendjen alarmante të kanalit kullues që është lënë pas së projektit, pas fazës së parë të këtij projekti ku hoqën edhe pllakat prej betoni që ishin vendosur në të. Gjendja sot vazhdon që të jetë ende alarmante. Kanali Siavit vijon të jetë i papastruar në të gjithë gjatësinë e tij, mbi zotrojnë mbeturinat duke mos dhënë imazhin e një kanali kullues. Gjithashtu në shumë pjesë qëndron i hapur duke u kthyer në problem për lëvizjen e banorëve. Krahas problematikës është kryer edhe në rrezik për qytetarët për shkak se gjatë natës në errësi totale edhe mund të rrëzohesh. Pas hapjes së pllakave për betoni prej kanalit, situata është përkeqësuar. Lagja 10 Korriku, megjithëse ndodhet shumë pranë Lungomares, nuk të ofron as pak një imazh dinjitoz. Nuk është vetëm kanali Siavit, por janë disa kanale kulluese në qytet të cilat janë në gjendje jo të përshtatshme. Në kanalin e Siavit dhe disa të tjerë ende nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punës për rehabilitimin e tyre. Stina e verës është koha ideale për të punuar për rehabilitimin e kanaleve kulluese, por as në këtë kohë nuk po punohet për transformimin e tyre në gjendjen optimale.